Mirëdita nderuar koleg, fillojmë mbledhjen e grupit, një pjesë e kolegëve që janë pjesë e Komisionit të Reformës Territoriale na bashkohen në përfundim të asaj mbledhje. Fillimisht fjala për kryetarin e partisë, dhe më pas vijojmë me diskutimet sipas rendit ditës. Kryetar. Mirëdita dhe përshëndetje. Spari duhet të përgëzoj deputetët e komisioneve të reformave, qoftë asaj territoriale dhe asaj zgjedhore, për punën që po bëjnë, jashtëzakonisht të rëndësishme në dy fusha themelore, me interes shumë të madh për të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Ju jeni dishmitar se zgjedhjet e 11 majit u damkosen tashmë në të gjitha dokumentat ndërkombëtare si zgjedhje në kushtet e partisë shtet. Cili do që pretendon apo që flet për zgjedhje në kushtet e partisë shtet mashtron. Në kushtet e partisë shtet ka fars dhe vetëm fars. Pra, propaganda bajate, propaganda e paguar, lobingjet e paguara të Edi Rams kanë marrë fund. Komuniteti ndërkombëtar, institucionet ndërkombëtare gjizëri, tashmë flasin për parti shtet në Shqipëri. Tashmë kanë identifikuar si problemin madhor të Shqipërisë kushtet gjendjen në kushtet e partisë shtet. Partia shtet zgjedhje nuk zhvillon farsë elektorale. Zhvillon farsë elektorale. Dhe kjo është bërë mundur fal punës së shkëlqyer, të ndershme, të përfaqësuesve të institucioneve ndërkombëtare, OSBE, ODIHR, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Europës, të cilët atë vëzhgim të zgjedhjeve në Shqipëri e paraqiten me vërtetësi të madhe para opinionit publik europian dhe botëror. Por kjo është bërë mundur edhe nga absolutisht me një kontribut të jashtëzakonshëm edhe nga vendosmëria e demokratëve, e antarëve, mbështetësve, drejtuesve të Partisë Demokratike, të cilët bën gjithçka për të paraqitur faktet, dokumentat e pakundërshtueshme të dhunimit masiv dhe sistematik të parimeve ndërkombëtare dhe ligjeve të vendit për zgjedhjet. Pra, sot punohet nga ekipi, nga Komisioni i Reformës, punohet mbi bazën e dokumentave, do të thosha të shkëlqyer, dhe rekomandimeve të shkëlqyera të institucioneve ndërkombëtare. Ne jemi të gatshëm të zbatojmë absolutisht një për një rekomandimet e tyre. Ne jemi shumë mirënjohës
me përcaktimet e tyre të drejta, pa të cilat në absolute nuk do mund të jepej kur përgjigje problemeve madhore të farsës elektorale në Shqipëri. Po kështu, është bërë dhe bëhet një punë shumë e mirë nga Komisioni i Reformës Territoriale. Janë organizuar ndigjesa në vlerësimin tim të rëndësishme dhe të çmuara, ku shqiptarët kam dëgjuar vlerësimet e tyre, vlerësimet e qytetarëve për pseudo-reformën e Edi Ramës, e cila ishte e tëra në funksion të shpopullimit të Shqipërisë dhe të farsës elektorale të qeverisë. Unë përshtes antarët e komisionit, përshtes qytetarët dhe i garantoj se ne jemi të vendosur të paraqesim në përputhje me interesat e tyre hartën më të mirë, hartën më në interes të ndarjen territoriale më në interes të qytetarëve. Dhe këtë ne e bën të mundur plotësisht ekspertize e jashtëzakonshme që ka Kongresi i Autoriteteve lokale dhe rajonale të Europës pranë Këshillit të Europës, i autonomisë lokale dhe rajonale pranë Këshillit të Europës. Praktika shumë e pasur e vendeve europiane të cilat kanë komuna nga 80 banor në 1 milion banor. Dhe ky mund të jap çdo epitet dhe çdo sharje meriton. Në vendin më malor të Europës, shuajti çdo komunë malore. Në vendin më malor, në vendin me infrastrukturën më të prapambetur, në Europë, shuajti të gjitha komunat malore. I raviz 80% teritorit të Shqipërisë. As Çubriloviçi nuk do ta bënte këtë. As Çubriloviçi nuk do ta bënte, nuk do shkonte gjërë këtu. Ku shkoi Edi Rama. Ndaj dhe unë e vlerësoj shumë punën dhe me transparencë që po bëhet dhe ndigjesat që po organizohen. Sikundër vlerësoj punën që ka bërë grupi i punës dhe kryetari do të informoj për zbatim në vendimit gjykatës kushtetuese lidhur me rregulloren e parlamentit. Gjykata kushtetuese, siç e dini, hodhi poshtë aneksimin e parlamentit, aktin e aneksimit të parlamentit, nga pseudo-mazhoranca. Akti i cili konsistoi në votimin e një rregullore pa asnjë konsult paraprake me opozitën, në mënyrë të rrufeshme, në mënyrë që s'kishte ndodhur kurrë, në kundërshtim me rregulloren, në kundërshtim me frymën e kushtetues. Gjykata kushtetuese hodhi poshtë këtë akt. Si antikushtetues dhe urdhëroi parlamentin që brenda 30 ditësh pas zbardhjes së vendimit që i takon nesër dita e 30, të bëjë të gjitha amendimet e domosdoshme në mënyrë që të respektohet vendimi i saj. Dhe grupi i punës, siç do ta ndëgjoni dhe ju, ka bërë një punë
serioze bashkë me të tjerë të cilët përsëri janë përpjekur në mënyra të ndryshme të ngushtojnë hapësirën e opozicës, por në mënyrë absolute nuk e pranojnë dhe s'kemi pranuar. Sikundër, nuk mund të pranohet asnjë lloj modifikimi, propozimi që vihet ndesh me përcaktimin e kushtetutës. Dhe tani jemi këtu të shohim pak dhe përgjegjësinë tonë, në qoftë se neni 80 i kushtetutës përcakton se kryeministri është i detyruar të paraqitet në interpelancë kur kërkohet nga deputetët dhe ministrat, asnjë deputet nuk do të pranojë delegimin e interpelancës nga kryeministri. Kushtetuta nuk e njeh një gjë të tillë. Ndaj dhe çdo deputet që i kërkon kryeministrit interpelancë, se do përfundojmë kështu tek drejtorat e ministrive. Ministri do i thotë zëvendësit, zëvendësi do i thotë drejtorit. Duhet të qëndrojmë 100% në nenin 80 të kushtetutës. Nuk vjen mirë, nuk vjen përsëri. Pastaj marrim vendimet tona, por ne nuk pranojmë delegimin që nuk e njeh kushtetuta të detyrimit ti për të paraqit, se nuk paraqitet dot ai. E kuptoni apo jo? Ai është shkatruar nga nerva dhe nga çdo gjë. Ai nuk bën dot. Ai është i sfazuar tani. Dhe s'paraqitet dot për asgjë. Prandaj dhe ikën. Prandaj dhe s'duket në parlament. Po ai duhet paraqitet. Kështu që do vazhdojnë kërkesat për interpelancë dhe detyrimi i tij është kushtetues për të paraqitur interpelanca. Janë bërë kaq të shumta dosjet e tij, aferat e tij, personale dhe familjare, sa që populli kërkon transparencë. Kërkon transparencë. Nuk mund të vazhdohet duke ikur, duke shkel kushtetutin siç bën ai. Tani siç e kanë mësuar shqiptarët, procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është plagos rënd. Si mund ta quajmë, është plagos rënd nga vjedhjet e Edi Ramës, Lubi Ballukut, lindat e Akshit dhe akte të tjera. Ka ndodhur ajo që nuk është pa ndonjëherë, është ndruar raporti 2 herë, është pasuruar raporti dhe janë shtuar kërkesa thelbësore nga një seri vendesh anëtare të Bashkimit Evropian. Është bërë shumë e qartë se Edi Rama dhe Lubi Balluku janë një, dhe ose votohet përfundimisht për të kaluar në Këshillin e Ambasadorëve, organ politik ky, vendimi i Koelas,
ose janë një 2 vende që kanë rezerva dhe që pritet që dhe ato të shtojnë në raport rezervat e tyre në mënyrë që ky raport i plagosur, ky raport për Shqipërinë i plotësuar dhe i transformuar plotësisht në përputhje me situatën në vend, të votohet në Këshillin e Ambasadorëve Koreper dhe më vonë thirret në sipas procedurës, thirret konferenca ndërqeveritare e cila duhet të ishte mbajtur që në mars, më vonë në prill, por nuk u mbajt, me radhë. Sidoqoftë, dy gjëra janë. Duhet të ketë të qartë çdo shqiptar. Së pari, Partia Demokratike në mënyrë të vazhdueshme ka mbrojtur të vërtetat e realitetit shqiptar dhe i ka paraqitur ato para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar. Dhe kjo parti do ta bëjë këtë me çdo çmim, me çdo kusht dhe s'do hesht kurrë nga kjo. Së dyti, Partia Demokratike mbështet plotësisht procesin e integrimit, qoftë vetëm për shkak të kriterit gjeopolitik. Kriteri gjeopolitik është një kriter natyror, i cili ka të bëjë me përcaktimin e përkatësisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve në sferat e influencës. Dhe ne nuk mundet kurrë mos mbështesim, ne mbështesim fuqimisht vendosjen e Shqipërisë aty ku e ka vendin në familjen europiane. Duke thënë këtë, deklarojmë se Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson regjimi Edi Ramës, nuk plotëson asnjë kriter tjetër përveç atij gjeopolitik. Duke thënë këtë, zotohemi se do bëjmë gjithë çka kemi në dorë, do luftojmë me të gjitha mjetet që mundemi, që kriteret të arrihen ose të punohet për kritere. Aq sa ka një opozitë në dorë. Pra, ky është qëndrimi i Partisë Demokratike, por ja u them këtu që procesi është i plagosur. Nga Lubi Balluku, Edi Rama, nga Ergysa, lindat janë rrah, para Ergysit janë lindat, pastaj vjen Ergysi. Se dy lindat janë absolutisht ndër eksponentët më kryesor të mafjes së Akshit në Shqipëri dhe në Europë. Ju e shifni, ai ka humbur, është i damkosur, e pyeste gazetari së fundit një intervistë në Estoni, pasi arrestonte të gjitha akuzat për korrupsion. Përgjigja e tij ishte ja sepse Komisioni Evropian dhe institucionet tjera na vlerësojnë ne për shkak të këtyre budallëqeve që thuhen kundra nesh. Kjo ishte përgjigja e tij, njëri që ka humbur mendjen dhe tani si një aset i regjistruar apo influent rus ka filluar të jap këshilla Europës për Rusinë. Dhe ju thot që Vladimir Vladimiroviçi i drejtohet Putinit sikur të ishte nën punë si administratës ruse, se në administratën ruse për afrim nuk i thon presidenti Putin, po Vladimir Vladimiroviç.
Edhe ky tani e ka marrë sepse nga e mori, aja tha Vučić, se kush ja tha, po këte u thoshte atje. Megjithatë, ta lëm atë në vazhdojmë betejën tonë të vendosur në këtë përpjekje ku kemi me vete qytetarët, mediat ndërkombëtare, cilat mbështesin fuqishëm qëndrimet tona dhe natyrisht kemi një problem madhor me mafjen e fjalës lirë të kontrolluar nga Edi Rama, ndaj dhe kemi drejt që merrin me Edi Ramën, sepse ai është mater matrix i të këqijave të këtij vendi. Faleminderit shumë. Faleminderit mediave. Vazhdojmë mbledhjen me dyert mbyllura.